Kancelari i ardhshëm i Gjermanisë, Friedrich Merz, ka paralajmëruar se politika tregtare të presidentit amerikan Donald Trump po rrisin ndjeshëm rrezikun e një krize të re financiare globale. Kriza tjetër financiare do të vijë patjetër. Ne thjesht nuk e dim kur dhe pse, deklaroi Merz në një intervistë për mediat gjermane, duke theksuar se masat e fundit të administratës amerikane mund të përshpejtojnë shpërtimin e saj. Ai u referua konkretisht të regjimit tarifor të vendosur nga Trumpi, i cili ka tronditur tregjet ndërkombëtare gjatë 10 ditëve të fundit dhe ka nxitur frikën për një recesion të mundshëm. Edhe pse shtëpia e Bardhë ka zbuluar disa nga këto masa përfshirë përjashtimin e produkteve si telefonat dhe kompjuterët, po siguria në tregje mbetet e lartë. Friedrich Merz, i cili pritet të marrë zyrtarisht detyrën më 6 maj, pas arritjes së një marrëveshje e koalicioni me Partinë Socialdemokrate, ka theksuar rëndësinë e një qasje të re tregtare. Ai njoftoi se synon një marrëveshje transatlantike pa tarifa me Shtetet e Bashkuara, si dhe marrëveshje të tjera dypalshe me vende si Kanadaja, Korea e Jugut dhe India. Sipas tij, ndërprerja e negociatave për partneritetin transatlantik të tregtisë dhe investimeve në vitin 2010 përbën një mundësi të humbur për të dyja palët. Merz gjithashtu shpreh se Gjermania është e hapur për importimin e gazit natyror të lëngshëm nga SBA, duke parë këtë si një element kyç për thellimin e bashkëpunimit energjetik mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Në vijim të intervistës ai theksoi nevojën për një reagim të përbashkët evropian ndaj presionit që vjen nga Washingtoni. Europa duhet të flasë me një zë dhe të shfrytëzojë këtë moment për të zbatuar reformat e nevojshme të brendshme, deklaroi ai. Merz u ndal edhe tek nevoja për një integrim më të thellë të tregjeve të kapitalit në BE, duke përmendur bisedimet e tij me liderët kryesorë evropian si Emmanuel Macron, Donald Tusk dhe Keir Starmer. Dinamika e re do të zhvillohet në muajt e ardhshëm, shtoi ai.